Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Partneri më la se s'më doli gjak gjatë aktit të parë. Unë quhem Orinda, jam 28 vjeçe dhe kjo është historia që më ka ndjekur pas si hije për vite të tëra. Nuk e kam menduar kurrë se një moment intim, një moment që duhet ishte i bukur, i natyrshëm dhe i lirë nga paragjykimet, do të kthej një arsye që dikush të më braktiste dhe të më poshtëronte. Me Ardianin isha lidhur për gati një vit. Ishim njohur në një festë shoqërie dhe që atë ditë ai u bë njeriu me të cilin flisja çdo mëngjes, çdo darkë dhe tregoja çdo gjë. Më bënte të qeshja, më dëgjonte, më trajtonte me kujdes, ose të paktën kështu besoja unë. Kur vendosëm të kishim intimitetin ton të parë, unë isha e sinqertë. I thash se do të ishte hera ime e parë. Ai u duk i lumtur, madje më përqafoi dhe më tha, nuk ka rëndësi, të dua vetëm ty. Por kur ai moment erdhi, nuk ndodhi ajo që ai priste. Nuk pati gjak, nuk pati provën që në kokën e tij mendonte se ishte e detyrueshme. Reagimi i tij më tronditi më shumë se vetë situata. U ngrit me njëherë nga shtrati, më pa me një fytyrë të ftohtë që nuk e kisha parë më parë. Pse më gënjeve? Ti nuk je e pafajshme, si the. Unë piva, nuk po i besoja syve. Fillova t'i shpjegoja që jo të gjitha vajzat kanë gjakderdhje, që është diçka krejt normale, se ka arsye biologjike për këtë. Por ai vetëm tunte kokën. Nuk është normale. Unë nuk mund të jem me një njeri që më ka gënjur për gjën më të rëndësishme. Dhe kaq, ai u vesh dhe iku, më la aty duke qarë në heshtje. Teksa unë përpiqesha të kuptoja veten, ai ua kishte treguar shokëve të tij. Fjalët më erdhën në forma nga më të tmerrshmet, më shumë se sa imagjinoja. Orinda ka gënjur për virgjërinë. Njerëzit më shikonin ndryshe. Shokët e tij më dërgonin mesazhe duke më tallur dhe bullizuar. Ishte një ndjesi poshtërimi që as nuk e meritoja dhe as nuk kisha si ta luftoja. Deri ditën që vendosa të flas me një mjeke. Një ginekologe pasi dëgjoi historinë më tha qetësisht: "E gjitha që ke kaluar është rezultati mungesës së informacionit të partnerit tënd, nuk është faji yt. Shumë gra nuk kanë gjakderdhje dhe kjo është krejt normale." Për herë të parë pas asaj nate qava nga lehtësimi dhe jo nga turpi. Sot mund të them që jam më fortë se kur. Ardiani është martuar një vit më vonë, shpesh njerëzit më pyesin nëse u ndjeva keq kur e mora vesh lajmin, por jo. Sot më vjen vetëm keq për vajzën që besonte se vlera e saj varej nga një mit biologjik. Unë jam rritur, kam fituar vetvlerësim dhe jam shëruar. Nëse ka një mesazh që dua t'jap kujdo që ka kaluar në për diçka të ngjashme, është pikërisht ky. Trupi yt nuk ka detyrim të provojë asgjë. Vlera jote nuk matet me gjak, me paragjykim apo me ignorancën e njerëzve.